Viti i ri shkollor nisi me drejtues të vjetër. Për më shumë se 12 vite, drejtuesit e shkollave publike duket se i kanë kthyer ato në private, pasi janë kthyer në zotër dhe të plot fuqishëm. A thua se janë edhe drejtues të suksesshëm. Thuaj se të gjithë drejtorët e shkollave kanë qëndruar në krye të institucioneve arsimore, pa u ndryshuar në gjithë këto vite. Ndër të vetmet shkolla që ka pësuar ndryshim të drejtuesve është shkolla 24 Maj, ndërsa të tjerat po vijojnë me të njëjtë drejtues. Një fenomen i pazakon shqetësues, i cili përçon mesazhin e mungesës së llogaridhënies dhe transparencës, por gjithashtu edhe një kamban alarmi për ndryshime të cilat duhet të ndodhin por nuk po ndodhin kurrë. Ky është një problem që nuk duhet të injorohet edhe nga drejtuesit e arsimit në Vlorë, apo edhe nga drejtoria rajonale e Fierit, përkundrazi, duhet të shqyrtohet me seriozitet në nisje të këtij viti të ri shkollor. Drejtuesit e shkollave janë themeli menaxhimit arsimor në çdo institucion që drejtojnë dhe duhet jo vetëm të jenë administrues të suksesshëm, por edhe vizionar për të sjellë risi me përshtatjen e kërkesave të kohës dhe sfidave të arsimit. E ndërsa janë ndryshuar krerët e drejtorisë arsimore për të patur rritje të performancës në drejtim të arsimit, drejtuesit e shkollave nuk kanë lëvizur. Por kur drejtimi mbetet pa ndryshuar për më shumë se një dekadë, si kundër ka ndodhur në Vlorë, rezultati shpesh është një mjedis i ngurtësuar, i mbushur me problematika dhe një mungesë vizioni, por edhe motivimi, jo vetëm për drejtuesit, por edhe për mësuesit e këtyre shkollave. Këtë gjë e tregon më së miri edhe arroganca e drejtuesve të shkollave në Vlorë, të cilët u mbyllin në fytyrë derën edhe mediave. Ata nuk pranojnë të japin asnjë intervistë apo mesazh për nisjen e vitit të ri shkollor, drejtuar nxënësve dhe kolegëve të tyre mësues, dhe me sa duket kjo gjë vjen nga frika se mos dikush kujtohet se ata janë ende aty, të pandryshuar, të kthyer në kukull apo gogol. Të vetmit që flasin sa herë që media u shkon janë drejtuesi i shkollës industriale Pavarësia, Gentian Boçi, dhe drejtori i shkollës nëntëvjeçare të Peshkpis, Gëzim Haxhia. Të tjerët i fshihen kameras dhe opinionit publik. Në një kohë kur arsimi po përballet me sfida të mëdha, prania e të njëjtëve drejtues që kanë drejtuar shkollat për shumë vite rresht ngre shumë pikpyetje. Me sa duket, ata janë bërë pjesë e një sistemi të mbyllur ku nuk ka ndryshime, ku konkurenca nuk ekziston, pasi në fakt ata kanë ardhur jo nëpërmjet konkursit dhe as meritës në ato pozicione. Edhe prindrit janë gjithashtu të shqetësuar se kjo mungesë e rotacionit në drejtimin e shkollave krijon një atmosferë ku llogaridhënia dhe përgjegjësia humbasin. Në vend që të ketë një proces të hapur dhe transparent për zgjedhjen e drejtuesve të shkollave, shpesh emërimet janë rezultati i politizimit, duke i kthyer shkollat në fortesa personale të disa individëve, si kundër ka ndodhur, dhe a thua se ka humbur Vlora për njerëz të aftë profesionistë. Kjo situatë është thellësisht problematike në një sistem që kërkon përmirësim të vazhdueshëm dhe që duhet të jetë i hapur ndaj ideve të reja dhe drejtuesve të rinj me energji dhe vizion. Duke mos ndryshuar, këta drejtues të shkollave jo vetëm ngadalsojnë ritmin e zhvillimit të institucioneve që drejtojnë, por pengojnë gjithashtu edhe të tjerët për të rritur në karrierë, mësues të aftë profesionist që duan të marrin pse jo rolin e drejtuesit. Ata nuk kanë çfarë të japin më dhe këtë gjë po e tregojnë nga dita në ditë, duke dështuar. Në shkollat e Vlorës dhe njësive administrative ka shumë mësues profesionist, të cilët mund ta bëjnë mjaft mirë detyrën e drejtuesit të shkollës. Ka ardhur koha që në shkollat e Vlorës dhe njësive administrative të territorit të Bashkisë së Vlorës të bëhet rotacion i vënuar dhe i munguar prej vitesh për të patur më shumë transparencë dhe llogaridhënie, por edhe një mjedis të sigurt për fëmijët.